Incidentet në shkollat të Kosovës nuk janë të pakta, e shpeshherë këto raste janë shqetësuese dhe as pak të mira. Një incident i tillë është regjistruar në një shkollë profesionale në Malishev, ku 2 nxënës janë përfshirë në një përleqje fizike që ka përfunduar me lëndime dhe ndërhyrjen e policisë. Ngjarja ka ndodhur dje brenda hapësirave të shkollës Kujtim Krasniqi, ku konflikti mes 2 nxënësve ka eskaluar në dhunë fizike. Si pasojë, njëri prej tyre ka pësuar lëndime dhe është dërguar për trajtim mjekësor në spital. Nxënësi tjetër është shoqëruar në stacionin policor dhe është ndaluar për procedura të mëtejme hetimore. Rasti është marrë në trajtim nga policia në bashkëpunim me prokurorinë kompetente. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e incidentit si dhe motivet që quan në përleqje mes 2 të rinjve. Pritet që pas grumbullimit të provave dhe deklaratave të ndërmerren veprime të mëtejme procedurale nga organet e drejtësisë.